Krahasoni bisedat e tij me mendimet e Emës. Biseda të rrafshta, pa emocion, mendime do si do, njerëz me veshje të zakontë përkundër frakëve, katifeve dhe manshetave që ndërron ajo. E shihni sa larg janë, në fakt sa të papërputhshëm që janë. Shikoni gabimin fatal që bën kur i flet për Ruanin. Kur banonte në Ruani, thoshte ai, si ishte bërë asnjëherë kurreshtar të shkonte të shihte ndonjë shfaqje në teatr me aktor nga Parisi. Ëndra e Emës është të jetojë në Paris, të imitojë jetën e Parisit. Ajo nuk e mendon dyer, po e trahton të shoqë vetëm sepse kështu bëjnë në Paris. Dhe ky i thotë që kishte pasur shansin dhe nuk kishte bërë kurreshtar të shihte teatr nga Parisi. Gabim mortor. Ka nevojë të vazhdohet më tutje me cilësi të tjera që nuk i ka. Nuk dinte as të lexonte, as të bënte skerm, as të gjuante me pistolet. Asnjë nga sportet që do të jepnin Emës iluzionin e jetës parisiane. Bile një ditë nuk kishte qenë në gjendje të shpjegonte asaj një term të kalërimit, të cilin ajo i kishte hasur në një roman. Jo vetëm s'ka ditur t'i shpjegoj termin e sportit fisnik kalërimin, por është treguar i paaft t'i shpjegoj terma romancash, që janë të shenjta për të. Të kuptohemi, nuk paragjykojmë Charlin, thjesht po e shohim me sytë e Emës.